Kryeministri Edi Rama ka komentuar në mënyrë të ashpër protestën e zhvilluar nga opozita ditën e shtunë, ku përplasja me policinë dhe hedhja molotov-ëve shënuan tensione në qendër të Tiranës. Në një reagim për mediat, Rama i dha një përshkrim krahasues protestave në Europë, duke përmendur manifestime me pjesëmarrje të grupeve të ndryshme sociale e ideologjike, por kritikoi fort opozitën shqiptare për përdorimin e dhunës dhe shkatërrimin e pronave. Ai quajti këtë sjellje degenerim të pandalshëm, duke akuzuar liderët e saj për mobilizim të paramilitarëve dhe sulmeve ndaj objekteve të institucioneve, përfshirë edhe personalisht kundër institucionit qeverisës që ai drejton. Rama dënoi hedhjen e molotovëve dhe plagosin e punonjësve të policisë, duke cilësuar veprimet si të papranueshme dhe jashtë çdo norme demokratike. Kryeministri theksoi se në gjithë Europën ka protesta dhe trazira të lloj-llojshme nga ambientalistë, studentë deri te ekstremistë, por ai insistoi se sjelljet e shfaqura nga protestuesit shqiptar ishin përtej racionalitetit politik. Po që nga koha e partive famkeqe të 100 vjetëve më parë në Gjermani e Itali ka vetëm një parti parlamentare në Europë që të ketë në programin aktivitetit të saj si pjesë e pandarë të ekzistencës së vet, qysh nga lindja ushtrimin e dhunës, shkatërimin e pronës, sulmin ndaj godinave të institucioneve, deri dhe ndaj godinës së vet me mobilizimin e paramilitarëve, thot Rama. Ky reagim erdhi pas një nate tensioni në kryeqytet ku përplasjet mes protestuesve dhe policisë sollën lajme për të lënduar dhe arrestime, ndërkohë që opozita kërkon dorëheqjen e qeverisë dhe ndërtimin e modelit të qeverisjes.